Problemi jonë është rruga. Ujtë pishëm nuk kemi. S'keni fare? Kopshe, qerë dhe për fëmijë nuk kemi. Po shkollë bën këtu? Shkollën e kemi largë. Ku? Qa thënë? Nga mdej që jemi, ne vim kombinat. Në kombinat? Pa. Disa kilometra largë. A vjen ju a merë njëri ke shtëpia fëmijë? Po s'patëm jetë e vetë, as fugonat nuk vinë. Nuk vinë, se Se shumë ka largë. detyrim shteti që... Është largë plus që është rruga cop-cop. Dimrit këtu bëhet skandal. Jemi si në Rruga është sjetë. kjo, apo është ajo tjetra? Ajo tjetra ndej. Ajo tjetra? Mbushet lana, mbushet liqen atje. Në të shkrim ta filmojmë atë, se kemi filmu akoma. Atje ne, afër shtëpisë ne shpenzojmë vetë që shtrojmë rrugën. 25 vjetë që jam nuse këtu, dhe fëmit i merja me rroba të tjera dhe i ndroja këtu në asfalt që i qoja në kopshën qerdhe. Po që thonë bashki, a keni troket? Bashkia nuk na njifte. Si nuk i njifte? Si banor të kujt lagje ishim ne. Ne shkuam, bëm kërkes, dham kartat e identitetit, firmosëm. Kush ju pritet dhe në bashki? Kryetari. Vetë kryetari? Vetë kryetari. Dhe nuk na njifte. Nuk e di nga kush zonë jeni. Po hajde pra njërë në shofësh. Tani ne letër kemi çuke bashkia madhe. Ne kërkojmë ujtin e kemi, sepse ne po shpenzojmë vetë, po hapim pusa dhe ujti nuk na deli pishëm. Unë kam hap 4 puse nga 2 milion, janë lek të quara dëm. 4 puse? 4 puse kam hap dhe uj s'kemi verë, s'kemi pa uj. Sa me bëj i dhomë? Nuk na del. Nuk na del. Sepse kanë hapur landfill çash ajo impjanti ujrave dhe komplet uji ka hikur. Po ti nuk e ardhur ande ta filmosh, po ne jemi skandal. Ne jemi skandal. Janë ato puse që ka hap bashkia? Po. Që i ka lënë mbyllur, janë edhe si gjumë të puseve. Po, është edhe një këtu, po. E kuptoj. Ne jemi shumë keq. Qa do bëni tani në vijem? Nuk kemi qa bëjmë tjetër. Te kryeministri keni shku ndonjëherë? Jo. Ose një kërkesë, ose një... Një kërkesë kemi bërë, po asnjë përgjigje. I keni shkruar dhe s'ka si përgjigje? Jo, përgjigje jo. Edhe jeni në Tiranë, nuk jemi në... 2 kilometra larg Tiranës. Shumë e dhimbshme. Të shkosh në përfshatrat më të thella të Tiranës e ke autostradën nder. Kurse ne jemi shumë të harruar të kjo rrugë. Jemi skandal. Kryetari i bashkisë, ka shkel ndonjëherë në këtë tokë, në këtë... Ka shkel? Kur janë votimet, po, vinë. Ka shkel, jo, e dini, e keni parë që ka shkel. Kush, Erion Veliaj? Jo, po flas për Erion Velin, për të madhin. Jo, po edhe Velia ka ardhë. Ka është se ka shkuar atje. Të shkosh atje kanë bërë autostradë. Të shkosh shofësh rrugën tonë, është skandal. Ne rrim pa rrugë pa drita. Sa ne vjen tokat, se s'ka ardhë për ne. Vetëm Shqipëri bën vaki. Kurët e pishme. Se si mund t'jetë depo ujit në majtë kodër, se këtu mos ketu se ujit del në rrugë, është e pa... Me kanë fut dhe në konflikt me banorët, se me nduan banorët gjithë se kjo vazhdo lije, shkon dhe në kombinat. Miku im, 4 vjeti provum që adinin të bëni këta. Një javë ko kemi. O të ndaj menin të ndrojmë, ose këta më mirë se kaj s'kam për të bëhë, edhe 4 vjet tjerë. Jo, këta unë e kam mësë sigur, se këta ku zbën për 4 vjet, këto ku zvinë të bëjnë punën e vetë, që ka 5.000 vetë atje në Ujësjellë, s'do s'kam punëtor.